Gjykata e Tiranës kalon në burg Bardhyl Fushën 59-vjeçarin i cili pak ditë më parë grabiti një shumë të konsiderueshme parash pranë filialit Fibank. Para tokave të zeza i ka shprehur pendes, ndërsa mbrojtësi i tij ligjor Mirash Ndoci i kërkoi gjykatës mas më të butë sigurie. Avokati i sugjeroi gjykatës që Bardhyl Fushës t'i bëhet një vlerësim psikologjik lidhur me gjendjen mendore të tij në momentin e kryerjes së ngjarjes. Për gazetarin e Ora News Edison Vatnikaj, avokati Mirash Ndoci tha se Bardhyl Fusha ishte në situatë të rëndë financiare për shkak të borxheve dhe punës së tij. I dyshuari Bardhyl Fusha ka deklaruar se ka vepruar në kushtet e një presioni të rënd financiar për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj punonjësve të tij në një shumë të konsiderueshme, subjekti tregtar që ai ka administruar, rezulton me vështirësi serioze ekonomike dhe detyrime tatimore, çka ka rënduar më tej situatën e tij personale dhe psikologjike. Mbrojtja vlerëson se kemi të bëjmë me një akt izoluar të kryer në një moment rënditje të fortë emocionale dhe jo me një prirje kriminale të qëndrueshme. Avokati thotë se faktet tregojnë se ai nuk kishte qëllim dëmtimin e personave të tjera, por largimin me dhunë nga vendi i ngjarjes. Nga dinamika e fakteve të bëra publike rezulton se Bardhyl Fusha është paraqitur në ambientet e bankës në mes të ditës, ka qenë i pamaskuar, ka lënë mjetin e tij personal të parkuar përpara bankës dhe pas daljes nga banka është dorëzuar më njëherë ndaj punonjësve të policisë, teksa nuk ka ushtruar rezistencë dhe nuk ka tentuar arratisje. Këto element për mendimin e mbrojtjes nuk përputhen me tipologjinë e një grabitje të organizuar apo të mirë strukturuar, por tregojnë mungesë planifikimi profesional, mungesë strategjie arratisje dhe mungesë për shkallëzimi dhune. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të mbrojtjes për masa më lehtësuese, togat e zeza lënë në fuqi kërkesën e prokurorisë. Bardhyl Fusha mesditën e 13 shkurtit parkoi makinën e tij dhe me një armë zjarri në dorë u fut brenda bankës ku arriti të marrë rreth 8 milion lekë. Pasi mori lekët në ngërcënimin e armës, ai u ndalua nga punonjësit e policisë në dalje të bankës.